Ajo që jemi fokusu janë të zgjidhjet e mundshme në qytet. Është një program qeverisës 2026-2029, është i përgatitur në 4 shtylla. Shtylla parë ka të bëjë me vizionin tim për komunën e Fushkosuvës në 8 vjetët e ardhshme. Shtylla dytë ka të bëjë me qeverisjen e mirë ku janë para pa 1.5 milion euro. Shtylla tretë ka të bëjë me qytetin miqësor edhe funksional ku kemi para pa 31 milion euro. Shtylla e fundit është fshatrat e gjeneratës së ardhshme ku kemi para pa të 25 milion euro. Sa përket prioriteteve sektoriale, në 4 vjeçarin e parë vazhdon do të jetë infrastruktura, në prioritetin e dytë do të jetë kultura, rinia dhe sporti, në prioritetin e tretë do të jetë arsimi, në prioritetin e katërt do të jetë ambienti, në prioritetin e fundit do të jetë shëndetësia, sepse kemi kompletu shumicën e kapaciteteve shëndetësore. Po flas gjithnjë për fushën e investimeve kapitale. Ajo që jemi fokusu janë të zgjidhjet e mundshme në qytet. E dyta ka të bëjë që në 4 vjeçarin e ardhshëm të përfundojnë komplet infrastrukturën shkollore për godina shkollore, derisa te fshatrat fokusi më i madh është në infrastrukturë edhe ambient.